Finalizohet operacioni policor i koduar Next, zbulohet një tjetër rast i organizimit të lojrave të fatit në një lokal, arrestohet në flagrancë pronari i lokalit, i cili organizonte lojra fatit të palejuara me kompjuter dhe tavolin pokeri. Sekuestrohen pajisje kompjuterike, një tavolin pokeri dhe një mjet prerëstik. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Vlorë në vijim të kontrolleve intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të palishme në fushën e lojrave të fatit, finalizuan me sukses operacioni policor të koduar Next. Gjatë këtij operacioni, u evidentua një rast i ushtrimit të kësaj veprimtarie të jashtëligjshme në ambientet e një lokali në lagjen Isa Boletini në qytetin e Vlorës. Në vijim të veprimeve procedurale, u bë arrestimi në flagrancë i pronarit të këtij lokali, shtetasi me iniciale AS, 33 vjeç, banues në lagjen Pavarësia 3, pasi dyshohet se në lokalin e tij organizonte lojra fati të palejuara përmes pajisjeve kompjuterike dhe një tavoline pokeri. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale 6 pajisje kompjuterike, një tavolin pokeri dhe një mjet prerëstik. Materialet procedurale u referuan në prokurorim pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme.